Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të flasim tani për dy nga zhvillimet më të rëndësishme të aktualitetit politik të ditëve të fundit, protesta e së shtunës e opozitës. Çfarë prodhoi kjo protestë dhe a ishte ajo brenda pritshmërive të qytetarëve dhe demokratëve, si dhe vizita e kryeministrit Rama në Izrael, cilat janë disa nga mesazhet e dukshme dhe të fshehura të kësaj vizite. Me mua në studio është gazetari Shpend Gashi. Shpend, faleminderit. Shkënaqësi që erdhëm po të bashkëbisedojmë bashkë më në fund. Se na kanë rënë në rasti, po që jemi në televizion, jemi në televizion, po televizioni jon ka shumë ngarkesë tani për një arsye që publiku i di dhe na duhet me rremu të gjithë për me çu përpara kundër një establishmenti politik dhe mediatik që neve shohim që koekziston me neve. Absolutisht. Pra nuk ka liri mediash. Mund të jetë vetëm News 24 jo se punojmë neve këtu, se unë nuk mbahem si njëri që filloj bëje lozhe, po mund të jetë vetëm televizion në Shqipëri, News 24, i cili është i pozicionuar në mënyrë opozitare, jo me opozitën, po i bën opozitë establishmentit. Gjithë tjerët duke u bazuar edhe tek dosja e famshme e Akshit, u mor vesh se çunat po i mbajnë me lekët e tyre televizionin, kurse ty që të kemi lënë vetëm një e ke bërë çorap. Ka thënë zonja Balluku. Kështu që është do jemi herë tjera, shumë herë do jemi. Mirë, ndalemi pak te protesta e opozitës, Shpend. Para kësaj proteste, zoti Berisha u duk sikur i ngriti pritshmëritë e qytetarëve, por edhe të demokratëve për këtë protestë. Shpreh se nëse ka guxim, zoti Rama le të qëndrojë në zyrë, se kjo do të jetë një protestë pa ndalim, pa kthim deri në rrëzimin e qeverisë, jemi në kilometrin e fundit. Çfarë prodhoi realisht kjo protestë? Si e peti zhvillimin e kësaj proteste, në mënyrën si u zhvillua dhe si u mbyll? Të dy do bijem në kurthin e të bërit opozitës dhe automatikisht disa njerëz militant pranë PD-s do na quajnë patericat e Diramës dhe ne të dyve që po e diskutojmë. Por jo më larg se para 2 ditësh po ndodh në New York, mos gabofsha, një protestë shumë e madhe. Po unë nuk kam parë stenda edhe njerëz që mbajnë fjalime. Janë vetëm njerëz me pankarta pa si lloj partie politike aty. Sepse ka një kohezion social që nuk ndajmë midis republikanëve dhe demokratëve. Por janë të gjithë pa kënaqërit për të vendosur një emërues përbashkët që jeta e tyre të vazhdojë në ato lloj standardesh të cilat ata janë mësuar. Çfarë solli kjo protestë? Kjo nuk ishte protestë, ishte një manifestim i një partie politike me numra relativisht shumë herë më të mëdhenj se sa ato të hënat e para. U mbajtën fjalime, u bë sarkazëm, nëse mund të quajë sarkazëm ajo zonja që thoshte babai im është idiot që rrëzoi bustin e Everit. Edhe pse unë hyj ka të lloj persona që nuk mendoj se është një vlerë e madhe të heqësh bustin. Vlerë e madhe është ta heqësh kur është nga zyra. Po të gjithë qanë për Enver Hoxhën kur vdiq. 6 vjet më vonë e urryen edhe ja përdhunuan, ja përçudnuan statujën e vet. Çfarë solli? Juve hapet shumë mirë deklaratën e zotit Berisha që jemi në kilometrin e fundit të gjithë ai, pas ka lënë nafta. I ka lënë nafta, valla. Domethënë, nëse janë kilometrin e fundit, dhe do jetë pambarim, ti e ke bërë deklaratën, do jetë pambarim. Hodhe molotovët. Pse ike? Kur hodhe molotovët. Mos dil tani dhe tankohesh, po policia na dhunoi. Çfarë prisje ti? Priste me trëndafilat kuq policia, ti ta gjuaj edhe ata të mos bënin rezistencë. Ti vajte për ta goditur policin. Se ke me molotov apo jo? Unë i kam bërë një kërkesë publike që është bërë virale tek unë, tek News 24 dhe kudo në çdo lloj portali. Bëj grevë zotëri. Nuk tecën kjo lloj pame që keti nga pas aty me flake me gjitha. Se e kam provuar shqiptarët 97-ën, e kam provuar 21 janarin, i kam provuar gjitha. Nuk është ndryshuar, as vet Berisha nuk iku pas 21 janarit. Iku në 2013 apo? Ajo ka ndodhur 21 janar 2011-s. Berisha iku vetëm kur ishte për tikur me vot. Pra, kemi neve të organizuar një gru shteti të përbërë nga general ushtarak, të cilët kanë marrë dhe do vend ta kapin Ramën Surel. Ta bësh se duhet kesh ushtri. Pikërisht pra, ne s'kemi as ushtrin. Pra, kësaj nuk mund të kemi as gru shteti. Me molotove dhe me fishekzare, do ta bësh. Për mua, bëj opozit për ditë. Ti bën opozit për ditë, për aq kohë sa vjen bësh figurë publike këtu, flet në një televizion opozitar, protesta jon kjo është. Duke u marrë me Ballukun, duke u marrë me Ramën, po duke u marrë me Pistriqi që bën opozita. Të dalim të ham një picë tek ajo tek cepi që mos i bëjmë reklama asaj picerisë.
e të marrim një dhall me vete, e të bëjmë muhabet, e të bëjmë qyfyre me njëri tjetrin, sa të marrim fjalimet, mos më duket protestë vëlla. Më duket manifestim shumë bukur. PD-ja mund të hapi, mund të hapi një klub të veten. Klub nate, ti marrë gjithë militantët, festojmë, të shajmë Ramën. Mos ketë muzikë, po të ketë Berisha bashkë me MC-t e tjerë që bëjnë rima. Po s'është protestë vëlla. Pse nuk është protestë? Për të vetëm arsye hiqe malignitetin, cinizmin e të gjitha merat apo sarkazmin time. Nuk është arsye, nuk është protestë sepse Rama vazhdon të jetë po prapë i njëjti dhe super i fuqishëm ditën tjetër. Pra, ndodhi të premten. Ç'a ndodhi të shtunën me qeverinë? Ç'a ndodhi të dielën me qeverinë? U trëmb. Dha dorëheqjen Rama. Po të hënën. Po sot martën. Pra, sot martën neve flasim, do dali vendimi Ballugut apo do dali vendimi kushtetues Ballugut. Nuk po flasim opozita po e tenton dhe po e përçudnon Edi Ramën dhe ai është me lakun të fyti që do ikim. Po mirë, zoti Berisha ka realizuar shumë protesta në jetën e vet, di që